Ky podcast është vetëm për të rritur. Ndjeni na vetëm me Ilirianin. Pse na e boni këtë? Ilirianit na heqet nëse na ka bërë blog para shqivia, na pas ka bërë blog Ilirian. Nuk kam mujt me hongër bukë, jo më kem, po më shkirë do t'ju kam qenë gjithmonë. Hatëmbetje nuk ka pasur? Hatëmbetje? Jo. Unë Ledion. Ja. Hatëmbetje? Ja. I bën buzë kështu si dritat gjatë shkurtave. Po. Femrat më të poshtra në botë janë feministët. Nuk duan t'ja dinë fare për femrat. Tjetët nga Shkodra që kanë zaptuar Dubai dhe përshetin që dëgjojnë Dubai. Ja telefoni gjatë podcastit, edhe një pali minuta i thot po Një sekondë, se shumë e rëndësishme. Se është fare pjesë të finale. A mu i valut, qa bane? Kush është kjo? Ky legend ditë për vete? Po, ishe gjeni miliona dollarësh, milioneri që ama i valut. O zoti ma. Ai është iku durën fove. Po e dëgjoj. E kush po më shet shtëpi edhe. Sa vjeç ishe ti e mban? 4 vjeçe. E mban më datë sken? Po, e mbaj mend. E mbaj mend edhe kuadrës në mshet jashtë shtetit. Të shis. Qa vjen njështë Itali? Italia ka ai që të në kishtë. Që më ndjesi në Puerto Rico. Në gjuhësi podcastit tonë shkruar, të la operacionin e zemrës për gjysmë për të dëgjuar podcastin sapo doli. Ne nuk sugjerojmë askënd që të rrezikoj kaq shumë jetë, por në fundit kush jemi ne ti tregojmë çfarë të bëni. Ti je zoti vetes, dëgjoj podcastin. Lucifer. Ku je profet? Lucifer. O profet, o re profet. Diti profet si bëhet podcasti? Pa profet, re profet. Ta thonë. Shkojnë në rrjet. Sa bukur të rimat e 97-ës. Sot të zgjuam në një dramë madhe. Në dhe zoti madh. Elton Iliriani na ka bë blok. Pse? Pse? Duhet në kokë, doktori. Ka bojë, po Doktori duhet në kokë, sa e dëgjoj lajmin. vetëm Zoti mund ta shpëtoj këtë. Nuk bëhet më njëri. Nuk e di çfarë ka me ne, ndoshta ka dëgjuar. Po ne nëse kemi shajë. Po se kemi shansi, ku di jo, masa dhe Nuk se kemi shajë. E pas ka fajë, mirë na ka bëj që na ka bëj blog vlog. Ne Ne ka bë normale. Edhe i shajmë edhe dum që të na marrin kështu të hapur, edhe kemi marrëdhënie të mira me njerëz. Po. Aty ku e meritoj. Sipas kanë heq këto të klanit gjithë to që kisha bë për parashjevin. Pse? Që kanë parashjevisi herë më. Nuk e di parashjevisi maku, parashjevisi maku. I kanë ndodhur një gjë apo jo? Po, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë me të drejtën, po problemi është që s'ka ndodhur gjë vazhdim. Ka bërë një intervistë, domethënë me Blendi Fevzion, domethënë Blendi Fevzion kishte shkuar në Amerikë plak dhe kishte bërë një intervistë me parashjevin. E kupton? E kupton ti, se unë më shokova. Normal. Më shokova vazhdimisht. Dhe kam shkëput disa fragmente, po mi kanë blokuar, domethënë, nuk e di. Kush i ka bllokuar? Iliriani, ë? Iliriani, siguri ai. Ai i ka bllokuar të gjitha, por e ka bërë gardh. Normal. Pse unë le që kapsira të komentojmë, të japim mendimin tonë. Iliriani sekondë, Ilirian. Iliriani me gjigin një gjenjer të një. O tani Iliriani. Tan. Ajë. Nice, çfarë mirë këtë që ka bërë, çka këtë ka bërë Blendi. Që nga momenti i largimit nga Shqipëria, pra herën e fundit që ka qenë në Shqipëri, një prej këngëtarëve më të njohura të muzikës Nice, ai sekond se pas kam i tjetër duke diku. Po. Ky që ka me lozhe, si kemi qef to. Po, çka ke bërë më Blend, çka ke bërë. Si kemi qef to me lozhe me. Për zemër gitare një që është futur drejtor teknik Emilia Njesi. Po, bravo Igli, bravo. Burr zotni, lojtar i mirë. Po, shumë. Penaltinë gjithë me kokë, gjithë të mira ti ka pas. Penaltinë gjithë me kokë normal. Si do të gjithë me kokë, na dëgjoj këtë. E vërteta është që hajde të shkojmë të kënaqemi se nuk do njeri të dëgjoj të shkuarat harruara. Të shkuarat harruara. Po pse ndete jashtë? Po, pse mos të rria jashtë? Ishte zgjedhje jote. Po si me qindra amerikanë ishin për jashtë si unë. Përgjivia është është e drejtë dhe çiltër e pasur një lule sapo çelur. Shumë. E parë herë na tha dhe i komentuese edhe shumë saktë. E kanë lyer si i turke plako, e kanë verë si arabe.
Apo Po pse kështu apo? Nuk e di. Apo pse jo? Do t'i jepte Iliriani glamurin, e kupton që Po. Nëse E bën gati për një gala. në intervistën e E bën saj, një gala. ti është për të shpërndar disa detaje, po prita të gjejmë këtë herë. Ne kishim edhe vende ku mund shkonim, po Po ti nuk- zgjodha të rria. Ishte zgjedhje jotja. Po, ishte Po kishin dhe sheltrin plagu, ku mund të flinte gjumë apo. Po, i thanë mrena apo jashtë? Sepse ti e di Blendi sa unë e adhuroj natyrën. Po. I thanë ato mrena apo jashtë? Jashtë. Krevat e vën tok. Tok, Hajde, karton. merrem. Jo, kravat apo karton? Karton. Po. Çatimi i kokë apo karton? Karton. 4 mure apo karton? Karton. Shina treni. Okay. Ma jo 4 mure apo shina treni. Jo, ai tha Shina treni. banjo tamam apo shina treni? Karton. Karton. Po, okay. Banjo personale apo shurro ku të mundesh karton. Ajo sprista të varrodhej. Ali fillon me këto tjerë. Në moment i tha koton. I tha pambuk. Se ishin të rrobat. Edhe në herë ngatronte edhe vizion, thoshte koton dhe karton, edhe thoshte vizion, urdhë? Koton. Ata që duhet të mbarojnë atë listën. Një Bentley të fundit apo karton. Karton. Okay. Pastaj 2 shtëpia apo 2 një karton. në Miami dhe një në Dubai, karton. Te karton. Te karton. Edhe ishte një moment që ashtu përse karton se që e ndryshoi fare plako. I tha ai, po vark jatë kështu personal me çdo gjë brenda me helikopter, kordon. Si kordon. Kordon. Falë. Mund ta kthej edhe atë. Ja, nuk e. Mund dhe herë. Mund bëhet një zgjedhje tjetër? Jo, ja ke thënë tani e ndeze më bëhet. Ishte edhe një moment plako që që ajo do ndryshonte vendimin, do ndryshonte përgjigjen, se i thanë ato do që ti jesh me familjen e dhe me djalin. Kjo tha karton. Pastaj tha, "I sekond fal, ta gjete herë pyetjen?" Thanë ato, "Okay, me djalin tënd që jetosh jetën?" Karton. Edhe pasaj për të rregulluar dha me djalin karton. Do të thënë karton të donte, po ai e tha, mund ta gjej herë, edhe gjithë thanë, "Oh, i sekond se duhet." I sekond se u përmend para që vija. Se ishte mirë dhe shpara tani. Me djalin tim, po. Karton. Me djalin tat karton. Koto, e vazhdo. Okej. Ishte dhe moment tjetër që i thanë, a do doje që të ishte një karrierë të mrekullueshme në atë, apo edhe kjo plako që po pite ujë. Do të ishte një karton. Jo, dhe kjo pite ujë plako, edhe i shkoj në karrierën, e kupton? Se po pa duke pi ujë tha. Pse këtu karrierën dhe kjo ja bëri me atë gishtë, kështu që karrierën, edhe ajo sa ujë që shishe tha. Edhe me gishtë jo. Në fizikisht e mrap të shute, më dhe më para mrapa, jo, karton. Po bëhen gabime trashanikë. Po ai në fakt, ai tha do karrierën apo karton, dhe kjo ja bëri kështu me gisht që jo, edhe ka kujtu se jo karton, e kupton? Edhe filloi duke shnuar atë, ai tha kjo. Mase. Po kartoneri besoj, apo nuk ka rëndësi. Okej, në rregull. Biles, edhe në moment që e pyetën kartona apo kartona të lagur, apo kartuja. Kartona. Kartona apo kartuja. Tona. Kart pjella. Tona. Nëse para që vija shumë e çiltër më pëlqen këtë përgjigje. Po. Pëlqen këtë ishte një moment plako tani se fëmijë. Bëri çik konfuz për sa gjona në të drejtën, sepse një moment thanë kishte marrë malli për djalin. Për djalin, për këtë djalë? Ka djalë kjo? Po, për djalin. Po. Kishte marrë malli për djalin, tha. Jo, tha nuk më kishte marrë malli. Nuk e kishte marrë malli për djalin plako. Do të thonë e dia edhe që Roberti ishte babai i mirë, kështu që ai ishte me Roberti, ishin rregull. Se ka lidhje shumë që ose është babai i keq më ka marrë malli për djalin. Që ose është babai i mirë më ka marrë malli. Kështu funksionon truri paraqevis në këtë moment. Jo, është puna, është lagështia, I kartonit që marrin lagështi më shumë vitesh plako ta jep diku apo jo. E ma me që teatrin nga miku e udhën poshtë përse po shpërndante kancer aty në skenë edhe pra pas skenë. Po, nëse edhe pastaj e pyetëm plako që po falë që si kam ato videot, po fatkeqësisht ne i bllokun. Hajde po, do të falë live, ne i bllokun live tani. Karton. Blokoj Ilerianin gjitha. Ilerian. Pa ka lunga byta ime nuk del aty jo këto. Ilerian po se kuptoj se kanë hajde. Nëse si përfundim plako,
E pyesin që po mirë janë divorcuar, tha nuk jam divorcuar, tha. Jam separated. E kupton? Po nuk është divorcuar me ligje, po, e kupton? Nuk janë akoma të martuar, plak. Ajo tha larg qoftë. Tha dhe kështu. Larg qoftë, tha. E kupton, nuk jam divorcuar. O, sa njeri i mirë në plaka. Nuk e mendon dot një familje të ndarë, totalisht, domethënë, martesa shenjtë. Po, ndërkohë burri i saj ka bë fëmijë me tjetrën edhe. O tash disi është puna plak, burri i saj ka bë fëmijë me tjetrën, pasi se ka puth në buzë. Okej. Musliman, po. Po ama që ti. Buzët janë të parqerisë. Po, të karton. Po, ishte edhe fort e fare plagë që i tha Blendi. Po përfloktojmë që do bëjmë. Jo, Blendi nuk s'ka lidhje. Do që unë të kem flok apo karton? Karton. Nëse, edhe imagjino ata tani po mundojmë të gjejnë një gjë që kjo nuk do zgjidhë karton. Okej, do të jesh karton? Me jo se thonë herë të parë. Apo edhe kjo të karton direkt. S'kemë nuk eshe, nuk e ka do të matë parë. Të jesin fëmijë të pafajshëm apo karton? Si thet pafajshëm apo fëmijë që kanë dhe faj? Jo edhe të pafajshëm. Nuk ka fëmijë të pafajshëm. Gjithë kur lindim kodë. Gjithë kur lindim jemi më gatar. Jo e pyeti. Karton. Para që vje tha, fëmijë tha të pafajshëm prej kartoni, tha jo për këto njerëz, aha, karton pra. Aha, okay. Atëherë zgjedhja thjesht. Po. Nëse. I thot ai, je dashuruar ndonjëherë, i thot, edhe i thot kjo, asnjëherë. Kjo është karton. Karton. Po plak, i tha nuk jam dashuruar asnjëherë, i tha po në gjimnaz ose në 8 vjeçar ta kush e vogël, asnjëherë s'jam dashuruar. Jo, puna është që kjo po thaje fjalën nuk i e hedh dot më poshtë. Po madje po tregon dhe histori erotike dhe gjitha. Ço, histori erotike? Po paralelizat i bëtë me kartoni, tha, nëse ishte dole me këtë tipin, unë tha, edhe kishte kartonin na. Ai karton. Ai tha, kjo dru apo karton. Si karton? Jo, karton. Karton. I fort fare. I lagur. Po, janë kartona që vinin si bufe apo, si dru. Bravo, karton dhe i lagur dhe i tharë 4 herë. Nga dielli flasim që bëhet shumë si dru. Se ka edhe që gëlqjerë ati. Merë dhe formën e trupit kush tjetë. Qartë. Okej, edhe kështu. Nëse, si përfundim mas Covidit, plako kjo thjesht kishte dalë. Asnjë dashuri. Kishte dalë plako dhe kishte vendosur të jetonte jashtë, plako. Flinte jashtë. Po si mund ta kaloj? Ne jepshin dhe lekta. E tha ky, po si shpjegote që nuk të ndihmoj askush, nuk ndihmojte se unë nuk mora asnjë telefon, tha, nuk është se i rasti kujt telefon, unë ta kam jetuar atë jetën e glamurit ta me Xhim Belushin ta nëpër skenat të mëdha ta, por nuk është se kisha provuar, tha, thjesht doja të shihja anën tjetër, tha, e kupton? Edhe na jepshin parata ushqim. Tjetër të kujt Xhim Belushit, ka ta lidhje. Apo të kartonit. Kartonit. Tjetër, është kreta, domethënë një njeri plaka që po shqipte jetën e vet, punët e veta, nuk është si i ka ecë jeta ashtu siç do deshim gjithë që jeta fatkeqësisht nuk i ka. Jeta ashtu është plaka, është zara, po jeta edhe nuk ecën, plaka, nuk mund të themi që edhe secën, jo. Po. Se ka fajin jeta që zet. Po, për shembull, ke parasysh jetu që aty në atë hapësirën tënde rahat plaka me ato njerëzit që lëvizin lart e poshtë që nuk lën kurrë të mërzitesh e thosh o zoti i madh, kjo si s'kam njerëz që po bëjnë zhurmë, bab çfarë sjell jeta një uragan. Ja ti merr gjithë ato shtëpi ka ta ndihet gjithë kartonat. Nëse tash më vjen çik më bëri përshtypje që nuk e sollën në Shqipëri, që ajo shifte tokën më mirë në kaq, por nëse ndoshta edhe ajo është ndihet më mirë atje dhe ajo. Probleme me dokumentat si duhet apo. Ka dokumentat unë për në shtëpi shqiptare, po. Nëse i rikthehemi një legjendë tjetër. E lëm këtë legjendë, para se vitë urojmë gjithë mira të dum fort. Iliriani e moli sa e moli. Edhe Blendi e bonit vetëm, besoj nuk e di, ajo ka fituar e dinjitetin, besoj madhësisë saj, nuk e di, punët e saj. Mbjeni na vetëm me Ilirianin, pse na e bonit vetëm. Ilirianit na heqet, nëse na ka bërë blok para Shevia, na pas ka bërë blok. Jo, para Shevia tha, por që i bëre blok ato çunat. Karton. Karton. Normal ta, mos mund përgjigje. Po. Një legjendë. Çe legjendë është? Legjenda, kjo është legjenda më e madhe e gjithë. Si zgjodhet mos jesh i pranishëm në asnjë pranjë pas daljes tënde? Pas shumë punë realisht dhe i kam thonë dhe ledja unë dhe produksion, të kam pashtë jashtëzakonisht shumë punë. Nuk kam mujtë me hongër bukë, jo më kem, po me shpirë dhe ty kam qenë gjithmonë.
Hatërmbetje nuk ka pasur? Hatërmbetje? Jo. Unë Eledion Ja. Hatërbetje? Ja. Ti çuditse? Ja. Hatërbetje. Si të shkon me njerë, hatërbetje. Qa thonë është? Duket që s'është as Hatërlia singelet me një herë ke ato fjalët që mund lëshohen lart dhe poshtë apo kunja apo ti kthej përgjigjen ai kunxhi. Jo, kur. Kinxhi. Nuk është tipi. Nuk është tipi. Nëse gjë. Dhe shpjegoj gom se nuk është Hatërlia, shife pse. I bën buzët kështu si dritat gjata të shkurtra apo jo? Po. Gjë pse nuk është Hatërlia, se tonë jetë është, po nuk është gjë. Ka pasur? Hatërmbetje? Jo. Unë Eledionën me Sarën jemi miq ekstrem shumë mirë. Këto shpreh lojë që vinë nga Kosova, ekstrem shumë të mirë. Ne jemi miq ekstrem shumë të mirë. Ku brezumi mik ekstrem shumë i mirë me Ledionin Sarën edhe me këtë tjetër me Meritomi Kiçi. Meritomi Kiçi ku bre ka ardhur prej Kosovës edhe ka marrë suat duart. Gjë. Madje nuk i diet. Unë në shikonim në projekt bukur në tarë, përsi diet kur. Që kam respekt shumë për Ledion dhe për Sarën. Pse zgjodhet mos jesh i pranishëm në asnjë pranj? Madje mund na shifni edhe në rrugë bashkë, që jemi trotuare të ndryshme, po në njëjtën rrugë, e kupton? Ose mund të shifni në njëjtin trotuar të dy, por që po kalojmë përballë dhe nuk ndryshojmë rrugë, apo jo për këtë. Shpert. Ekstrem shumë mirë miq. Ekstrem shumë mirë. Shumë ekstrem mirë i miqve të ekstremit lart mirë. Po, bles mund ta shihni edhe duke hëngrë bashkë në një drekë. Po. Ishte fort fare se një ndjekës jon pyetja ChatGPT kur e ka ditëlindjen Xuma Lushi. Kush që kare. Edhe ChatGPT ka thonë, "Më fal, por nuk kam informacion specifik për ditëlindjen e Xuma Lushit. Nëse je një personazh publik apo figurë e njohur në një fushë të caktuar si muzikë, sport, politik, mund të më japësh më shumë detaje dhe të më lejosh të kërkoj në internet për këtë." Bën buzë kështu si pill. Imagjino plak si mund ta kërkosh edhe Xumin si personazh. Imagjino ti japësh gjithë ato virtytet, më themi, të Xumit. Është një ka qenë bol e thrasin Zum, është dobësum. Edhe buzpjelli, le të themi. Edhe i bën buzë kështu si ku dëgjon. Ja, shkon shëndet. Shëndet fjalë vërtet. Qa fjalë vërtet, po është shëndet. Duhet i po thënë një gjë. Qa fjalë vërtet e plak është që shëndet apo? Shëndet paç. Nëse kemi një rast tjetër tani plak. Çfarë rasti? Kemi rastin Që rasti vështirë. Kemi rastin e Jese Plako që është bërë të gjithë duan të bëhen viral plak. Të gjithë duan të bëhen viral. Kështu që çfarë bëjnë? Edhe ne duam të bëjmë viral, kështu që të gjithë nxjerrin gjëra kontroverse, ashtu siç dhe ne për shembull, siç kemi ndjer shumë. Po edhe ne nxjerrim Xumin. Xuma Lushin që bëhemi të fashë. Ekstrem kontroverse, ekstrem. Tashi gjë. Një femër. Femrat më të poshtra në botë dhe ta dini këtë, siguroj jo 100%, por 1.000.000%. Femrat më të poshtra në botë janë feministet. Nuk duan t'ja din fare për femrat, por e përdorin feminizmin vetëm për interesat e tyre personale. Dhe feministët e kanë mendjen tek të drejtat e femrave, siç është për shembull e drejta për të mos u varur nga burri. Drejtat e femrave që ka një drejtë që mos varet nga burri. E ka drejtë femra që mos varet nga burri, por burri gjithsesi e var. E var se është jeta e tillë plako që burrat paguhen më shumë. Dashje për dashje do varet nga burri. Ekonomikisht, po ndërkohë të varesh nga një burr tjetër për shembull që të punson, nuk ka problem. Le të varesh ti nga rroga e një burri që se njeh nuk e ke asgjë, por nga burri yt nuk mund të varesh. Kjo do të thënë nga burri tjetër po, apo jo ti jo. Shpesh të bëjnë muslimanët të krahasim plau që ti nuk e qef të urdhërosh nga burri, por ti të urdhëron bosi ke puna. Çfarë femre je ti domethënë? Po, je femër plako që punon me kompani që ka një hierarki dhe duhet të... Para je kështu funksionon kapitalizmi dhe jeta plako, që ti të shkosh diku, ai të pagon dhe ti bën një punë, kupton? Kurse në shtëpi tënde gjërat ndryshojnë, sepse nuk është se ti s'bën gjëra për burrin, besoj, ashtu siç dhe burri bën gjëra për ty.
Ma tani bëjmë gjëra për njëri tjetrin apo për vetë ose burri bën gjëra për gruan, gruaja gaton për burrin apo jo? Po, shumë krahasimi i bukur. Ja lan shpinë I bëj gjëra për bosin, po ti unë se marr karin goj bosit, megjithëse ndoshta do mund ndodhi që mund t'ja marrësh. Shikon, nëse bosi është insistent dhe unë kam probleme time. Dhe bosi ka lekë dhe më ofron një vend shumë të mirë pune dhe thotë që do të bëj krahun tim të djathtë. A do ishte zgjidhje nëse këto do punësoheshin nga femra plako? Nga bose femra? Bose femra, pse ti kujton se nuk ka nga krahu tjetër kështu, abuzime? Asnjëherë. Si s'kam. Femrat po religionesh. Po puna është që meshkujt nuk i shohin si abuzime. Po i shohin si rast genial. I shohin si një rast ekstrem që mund ta bëjmë shumë mirë një film, po s'po dim se kujt ja jap Aldo Markut për shembull si regjisor historinë time ta kthej në një kryevepër apo ti. Burrit e saj Arbanas. Nëse ta djem. Arbana Xhungas. Konkurrencë me meshkujt, dhe më thënë duan t'i nënshtrojnë meshkujt t'i kenë poshtë këmbëve, ky nuk është feminizëm. Ndërkohë, feministët e kanë mendjet e drejta për të mos u varur nga burri ekonomikisht, për të dalë vetëm një vend që ka dhënë gjithë problemin e këtyre pas. Mos u var nga burri se nëse je feministe, varet nga burri, edhe ti je feministe, ti je më njeriu më i keq me 1,000,000%. Problemi i feministëve plako është që nuk duan që t'i vari burrit. Pra, kur ai vret, mund t'i vrasë me thik, mund t'i vrasë me sopat ose me një plum. Po jo t'i vari, po ky është problemi. Ose me grushta, nëse i ket forta për shembull. Po, mund të godasi sistematikisht me grushta dhe nëse i grushta çusi. Grushtat hekurt, kur thonë. Po, ama problemi është gjithë ke litarët. Pra ne i heqin feministët, po ta vesh re, heqin gjithë litarët. Po çka ke kështu si rripa, edhe rripat, edhe çka ka. Po, çdo gjë don çan këtu gjithuret. Ja blinë ai litar në shtëpi nëse ke grup feministë, ta shohë që të zhdukë do të thotë. Po kjo, pse është zhdukë? Më thotë, unë zvarm nga burri. Jam. Çfarë, nga kush varesh? Nga bosi as nga burri. Nga shpallat e mia, edhe rreth shpallat. Po kemi arë për i darkë familjare, thash po ndru muhabet. Imagjino që mund të pres në një shtëpi e tillë për çfarë. Çfarë pres? Ka merakun e vet, nëse të gjem. Kur ish mundësisht në mes të vendit, se na është bërë mod kjo tani të dalim pothuajse nudo në për kudo që shkojmë. Jeni nëse ka ndonjë feministe që po më dëgjon, je njeriu më i poshtër, jeni femrat më të poshtra që ka rruzulli toksor. Ju reka feministët me shpirë. Ju nuk doni ta dini për të drejtat, sepse e drejta më bazike për një femër dhe për çdo njeri është e drejta për të jetuar. God palidhe sigurisht. Ka çfarë fare ide ka 2 orë gjysmë vetëm po rreth me i vend i urren feministët me shpirt, po. Jo, po çështja, sepse ju sini për drejt, se drejta themelore është e drejta për të jetuar. Është drejta për të jetuar e pavarur nga burri. Edhe nëse juve që jeni për të pështyrë në surrat, ju që dëgjoni, ju feministët, feministët, femra, që jeni që nuk doni juve që të vareni. Po jeni pakicë. Aty keni gjithë, apo jo, ku e keni? Si e keni ju aty. Edhe se kuptoj këtë manin për dal lagurisë, është bërë kështu si, ai dal lagurisë këtu do. Ai dal lagurisë, se unë nuk varem nga burri. Se unë jam e pavarur, kam fitoj këto lekët e forcave mia, mund ta nxjerr bythën kudo. Po ti do varem nga burri, ti do varem nga burri mi. Një sekond. Po leva çfarë flet është më. Nëse do isha shumë kurioz për vetë ta ndaja këtë diskutim me këtë gocën që nuk e di çfarë po thotë, këtë diskutimin kush vishin këto femra, edhe pse nuk i shohim, domethënë i shohim në Instagramën e aty që ekspozojnë një foto e çikë si më sensuale, po kush vishin realisht? Po vishin kudo më thënë, në çdo vend thënë. Po kudo, po ti në kopshtin e fëmijëve, në kopsht zoologjik, kopshtin e lërave, parku liçenit artificial. Aqua parku. Po, aquadromi. Kartodromi. Calceto, ka me gjithë që ka aty, liçeni, pem. Calceto, pelceto. Gjithë, aty kanë gjithë, paliceto. Gjithë më plak, kudo edhe kriceto. Po, edhe kriceto, po, patjetër. Tani, mbajmë ato do të thënë real estate nga Shkodra që kanë zaptuar Dubain dhe po shesin çdo gjë në Dubai.
Po pra, s'ngeli asgjë gjë, por se sa shitën në shtëpinë. Ja, se e shtuar një podcast gjë. Që është interesante, që të mësosh diçka, jo për një gjë. Mos vdes me njërin. Falim. Ira telefoni gjatë podcastit, ti thotë të fali minuta, po Një sekondë, se shumë e rëndësishme. S'është fare pjesë skenarit. O me kalim mi fare. Falim. Po problem. A moj valut, qa bane? Kush është kjo më? Ky agenti që po flet? Po, ky është agenti miliona dollarësh, milioner që po flet. A më i valut? O zoti i madh. Ai se iku durën kohë, çuaj dije. Ne kush po më shel shtëpi edhe kush e rashoj. Rashoj Dubai. Ka gjithë shtëpia, do të kalon në atë shtëpi. Po më plak shtëpia me makina me plur mrena, me parkingje, me gjithë. Gjë. Falim. Po problem. A moj valut, qa bane? Pa të marrë pak më vonë, bo, se jam në një intervist. E hapi të për t'i thonë të marrë pak më vonë. Intervist. E hapi, sa për t'i thonë do të marrë më vonë, ndërkohë që janë në regjistrim live. Jo, se të marrë më vonë, se di valut. Se prisim do të këtë pjesën, se kjo është live, për në fakt nuk është live, nëjse. Më pëlqen këto tipa që nuk i njohin rën. Fare, nuk e pëlqen fare rën. Prandaj se ajo është për shumë e tërë ai të tanë, se i bi në bën. E bëj intervist. Po. Intervist, nice. Ne gjë. Kristian, se më boni përshtypje. Pse i tha e valut? Po, në Shkodër e kena si shprehje që i thrasim njerëzit valut. Si një popull shumë inteligent, si një popull tregtar, e kanë ditë para shumë tjerëve se valutës i bjen vlera, pra ose i Pra se valut këmë. E kuptoti Shkodra si një popull Po që më ja uli vere të Shkodrit avantgard edhe që është shumë tregtar, edhe ç'a bën, shumë inteligent, e thres valutë se si i bin vlera, kupton? Jo, që nuk e di vlerën e vlerën, po uli inteligent, ju mbi Gjë se ka, nuk duket sikur është më mirë menduar, por është mirë menduar. Ja, është mirë nacioni që ne flasim sot. Edhe shokëve i bjen vlera me kalimin e kohës, edhe këtë mundëm me ta vërtetu mas një pyetje që i kanë babës tem, 63 vjeç, e kanë pyet sa shok ke bab. Je çik çfarë gjë ka dhënë babi, kot, vetëm si? Asnjë. Ta gjë. Edhe din cila ka kanë përgjigje ati? 0. Po ti ku e di? Edhe ty ta ka baba vjot? Mo i thash babi, shoki. Ti the, babi tha asnjë, ti the po të pash që të pi me bexhetin që të pi kafe. Pa ish bëllëqjerë, se kam shokun atë. Se kam shokun, po unë pash me filon në pi kafe. Po ngër drejt. Ai është shoku që ima ti shumë të interes. Po kjo e burë, kjo është matrapas. Po kjo është derdimen. Kjo është beginet. Kjo është materas. Kjo është materas 25 centim, nga dhe një mëjnë mirë. Gjë. Besoj që edhe ti e ke vureqi me kalimin e viteve, numri shokëve reduktohet. Në vit parë gjimnas kena 10 shokë, i ndohena me 2, 3, 4 grupe. Dhe ne bënë seleksionimin. Fillet e bëhet seleksionimi. Sa fjallë të zira. Në fund jetës, mundëna me të pas një shok. Edhe prandaj në Shkodër i thojmë valut, që të paktën me këtë mënyrë evitojmë zhgënjimin. Ndërkohë më unë shkujtë në Shkodran, thëmë, se kene gjithë në jere këtë valut. Tuk e ditur që da i tipi plagu që po bënde atë podcastin, gjasme, se është dikush tjetër që nuk është Po i Shkodran është apo jo? Po normali nuk i djove vërë gjithë, në fali, edhe ai nuk e të kështë gjup, pse i the valutë, po t'ishte kaq komune do thoshte, a dhe ti valuti thë shokëve, se na që i bi vlera. Jo, për një Shkodër, shiko plaka, se janë ndamë, duket sikur është Shkodra qendër dhe pista tjetër e Shkodrës nuk ekziston. E kupton, atë janë gjithë të ardhur, edhe kam përshtypje që ky mund të jetë pak qytetar, ky zoti që përshet shtëpinë e. Po. Se është valutë. Është qytetar. Valutë. Nëse, ka dalë një shkrim tjetër plako që kërkon burrë në faqen Blesëria. Jemi vajzë 26 vjeç, kam mbaruar studimet universitare bachelor dhe master. Jetoj në Shqipëri dhe kam dëshirë të njoh një djalë 26-30, të jetë i gjatë 178+. Me nga dalë plaka se unë ma shumë gjërë, me nga dalë qëtëso. Gjatë 178+, thot. Po.
i jashtëm thotë të ketë mbaruar studimet dhe punëtor, mbi të gjitha dua të jetë një djalë i mirë, familjar dhe jo të lej kokën pas shoqërisë, e theksoj këtë të fundit thotë. Faleminderit. Po tash i punëtor edhe me shok shumë, sigur s'ka apo jo. Para ka. Sigur s'lidhen çiko, hajde. Po ja dhe një nga Kosova. Hajde nga Kosova. Jam një vajzë nga Prishtina, jam 38 vjeçare, thotë, dhe jam interesuar për lidhje serioze që jeton në gurbet. Po, jashtë normalisht. Personi tjetër i pjekur, mirë po, mosh 40 deri 48. Po jo i djegur. 40 deri 48. Nëse ka një fëmijë nuk ka problem, thotë, jam vajzë shumë. Nëse ka 2 dhe e bukur, thotë, faleminderit. Nëse ka 3. Po blako, pse nuk i qartësojnë këto por të ketë për shembull një kategori ose një nënshkrim poshtë tipit, nëse ka 2 fëmijë nuk e kanë problem, nëse ka 3 e kanë problem. E kam shumë problem. Po ja, thotë ajo. Nëse ka 4 s'e kanë problem. Vetëm 3 problem. Ajde më rëdhësh pse. Nëse kam 7 e kam problem, pra? Po pse? Po kam qenë. 3, pastaj plus 4 bëhet 7. Sa herë 3 7. Po. Po më, sa herë 3 7. Ba, më leo tash. Nëse e drejtë. Nëse do, çu sa vështirë është bëu për gjetur. Po është shumë keq, a kanë gjetur një gjë profesor, dalin në një kështu mesazh që jemi mirë, jemi të lumtur, kemi gjetur njëri tjetrin, faqja funksionon. Nuk kemi parë domethënë në rast të suksesit. Apo jo, s'kemi parë. Janë duke u njohur, Ai do flasim, do gjejmë rastin e një televizioni që ka marrë intervistë një vajzë që fliska dhe lajmi thot plako. Mëkati të qenit vajzë. Hallat i dhan mamit helm dhe babai donte të mëshiste. Dgjoj. Po, çfarë? Kam pasur probleme me babin. Ka pasur probleme me babin kur ishte në vogël. Okej. Ne gjithë kemi probleme tona me. Ja, që skuptohemi mirë nga prindërit. Po jam kurioz të shoh deri ku shkojnë këto probleme. Babi. Po. Po pse? Sepse ai rrifte mamin, e detyronte. Kam pas probleme me babin se e rrifte mamin e totoronte, po. Okej, po. Që i bënte më? E totoronte. E flataronte. E totoronte. Tatura. Mami vari nga babi. Po varesh se ishte feministe. Po, nuk kishte qejf të varit, se ishte feministe, por e vardej, se s'kishte. E vardej se s'kishte ku shkonte. Nëse, domethënë kjo kishte probleme me babin sepse babi kishte trajtonte maman, është shumë normal. Në shkreta. Ka pas raste se e lidhte për jashtë, e linte gjithë natën për jashtë. Edhe e mielte në mes. E kullose në mes, e lidhte, nuk është për të qeshur, ose duket sikur është për të qeshur. Ja, vash se unë nuk po qesh fare, për ti mund të bësh nga jashtësh po. Po, është e tmerrshme. Domethënë e lidhte për jashtë dhe e linte gjithë natën, thotë. Po, më burr. Po. Ndonjëherë e fuste në shtëpi. Ndonjëherë më rreth qiu. Duket sigur. Ndonjëherë kur i vinin ato sidomos e linte jashtë. Se ishte pa dorosh. Ishte pisët. Po, si sot dhe Kurani pa drejt. Ishte nuk ka lezet me një të shtëpia, kupton se bë krevati pisë. Po, kush do t'i lajë do? E kështu, prapa jo. Kam lajë gjithë tjetër. Po ç'a të lash ti verriat për jashtë. Ç'a të lash ti ti. Edhe duket çu sikur e ka lënë për jashtë, po është verë, është vap, e ka bërë atë lezetshëm, është mes natyrës, në shifni anën pozitive, vetëm anët negative direkt, kupton? Si janë njerëzit. Problemi me këto burra të plagë me babin e kësaj është që ose fëmia i kthehet dhe i thot, "O babi, pse ke lënë mami jashtë?" I thot, "Po çdo ta lasha një, të dora dhe ty jashtë." Po, normal, shumë normal. Kështu që e thotë, "Okej, mbëlla gojën, e marra vetë merin tim." Bile se i thotë me këtë litarin, edhe tërhiq mamin çoj çik dhe nga solla. Tak. Shkrivi çik jonç. Po, jevi çik jonç. Nëse, dëgjojmë çik. Eliste, ku e liste? Po, ka pas një fik të aborë dhe... Qa pyri vode ardi ku e liste. Ku e liste? Ke pema, aha. E liste, te kati dy i një kravati. Gjasu nuk është... Ke kati dy të suitët, te suita aty ke jacuzzi njët. Ku e lidhet? Për jashtë dhe burë. Ke kush pem për jashtë? Am pem? Me i gardë aty e plakas pem si ishte gardë. Që ajo s'kishte fuqi se i kishte lënë pa bukë me ditë. S'kishte fuqi me... Në shkullja dhe gardë. Në shkullë që... Atë gardë e shkullun. Në dy kishte.
Po gërë Edhe me një se i pa që nuk impresionohet fare Ardi. Garda. Aha, gardi. Aha, dhe më thë rinte si hu gardi aty. Po. Kemi pasur frikë të obori, thot, dhe kemi pas një fik, thot, ke obori dhe Eli thot aty. Ke obori. Plago, s'ka si hia fikut. Në behar, plago, ajo hia fikut s'ka të bëgu. Jo vetëm ajo, po që. Di çash dyshojnë. Çfarë vëllie. Çfarë zemër gjerësi. Dyshoj plago që këtyre ka ngor qeni. Ai fiku gjithë më. Babai ka thonë plago që jo, dhe bëjmë radhë do rrim shtëpinë ka obori. Se ka ngor qeni. Me radhë se bëjmë po vetëm unë për jashtë ke fikut. Elodi, ti bëlla. Ham ti rriadi. Ti shit tiu. Tiu. Okej. Po, nëse gjë. E lidh të atë. Sa vjeç ishe ti e mban mend? 4 vjeçe. 30 vjeç. Ai është një plot twist i fikish. Nëse, Kada vjeç. 4 vjeç. Nëse, E mban mend atë sken? Po, e mbaj mend. E mbaj mend edhe ku ka dëshmë. Ai ndërkohë po shpjegon çdo gjë. E mban mend atë sken? Jo se më mend. Jo, i kam bërë me tregu. Si më mend, ka thënë babi. Kam tregu. Ka thënë babi. Ke di kam pak editarit babi kam lexuar. Babi kishte ditar. Jo litar. Ditar. Ishte dhe litar që li the mami normalisht se ai dhe mami me ditar. Ditar. Vate ditar. Ai litar. Dise më dava që kur e pyes një rrot ku po ikën, po ikën marr litarin. Dhe i thotë ç'a do bësh më? Jo, ditarin në plan. Ditar. Bukur, shumë bukur. Pëlqen. Ke shpirt artist. Kalovësh mirë Beno. Pa ikë marrë ditar. Ai fol me atin ndërkohë. Nëse, gjë, s'kam marrë. Sa vjeç ishe ti e mban mend? 4 vjeçe. E mban mend atë sken? Po, e mbaj mend. E mbaj mend edhe ku ka dëshmë më shit jashtë shtetit. Të shis. Ç'a plot twist. Ç'a thua? Nuk di më shumë. Ai mameni do të is që gjitha këto gjë që e lithesh po e mbaj mend. Po e mbaj mend. Po e mbaj shumë gjëra tjera. Po më shishin. Do të më shiste jashtë. Jashtë. Po mamën sa lek donin që Bie kur ti të pyetja radhë se kam pa video. Bie kur thot për ç'a vjen jashtë. Italia ka raj çik ekonomikisht. Çfarë ndesi? Në Puerto Rico. Në Guantanamo de Mal. Guinea del Sud. Guinea del Sud është një nga vendet më të mira. Onde I trajtoj mirë fëmijët flasë, po. Okej. Jo. Te jashtë. Po, se nuk doshin se të kishin goca, vetëm çuna. Kush do të çiste babi? Po, me gjithë hallën. Babi se mami. Mami nuk ishte se shifshin shumë në shtëpi. Edhe fjalla pëse se kuptove që nuk është ide vetë. Asa se do në të qinte mami. Babi dhe? Babi dhe halla. Qiste mami. Edhe halla, një personazh negativ sa u fut në skenë. Shumë i keq. Po, nejse, jo. Ç'ishe ti kur donin ta bënin këtë gjë? 4 vjeçe, sepse nuk doshin se të kishin goca. Po pse do të ishin vetëm çuna? Po, ashtu i doshin. Iles mami ma ka pas treguar që ku ka qenë stazan me mua, ka pas edhe një fëmijë tjetër. Pra ju kur keni lindur binjak? Po, dhe i kishin kuar Helm, kishin kujtuar se është gocë, janë 2 goca. Dhe ç'a i dhan mamit? Helmio. Kush e dhan? E ka dhënë mio. Kush e ka dhënë mio. Do të qesh bosh. I shkoi Ratatouille vogël i dha Helm. Veti Ratatouille. Ka dhënë Helm me Ratatouille. Ky është Helmi im, po ta jap ty. Helmio. Nice. Situatë rëndë. Kush ja dha Helmin e mi? Trejtë palesa. Jo. Halla ose babi më më. Mami që të mos linte. Po, mos më linte mua, po për fakt se si
U dëmtua fëmijën tjetër. Ora vesh më dago. Çfarë plot twist? Si është që la kapire. E kupton, ato i kanë thënë helm plako se kanë ditë që ka qenë binjak dhe ka qenë një gocë, ka qenë kjo, kujtu se ka Po qenë ishin bineq po, në vërtet. Po. E kupton, bineqit e vllajt kjo unë. Po kokra bineqit. Enditi. Idioti. I kanë thënë atë helm ku vjen puna kjo doli tamam. Kurse djali doli çyri këtu. Po zoli fare, doli helm. Doli. Jo më ka shkruar për acidi. Elmio është si acidi, e ka shkruar komplet. Elmio. Edhe di si ma punë emri mua? Ka. Ilmaz. Jo, Elmi. Ilyas. Po çini nga. Kodon çefte ti në meditim. Elmio, aha. Elmio. Po fëmia tjetër thotë ky çaj ishte, po o gocë shumë tjetër çfarë do. Ishte tregua, po vazhdon historia. Ishte dragua për zotin. Po, nëse kështu shkojnë këto muhabete. Çaj ishte i draguar, ka qenë nga Elmi mio. Ishte draguar. Ishte draguar. Po, ishte draguar me heroin. Lot. Fëmia tjetër çfarë ishte? Djalë. Ku kam qenë? Se priste fare erdhi ti përgjigj. Djalë. Djalë. Se donin me helmu këtë. Se kuptoj. Hallat e zgjuara shkencëtarë i dhanë helm që të helmonin vetëm femrën, e kupton ti? Jo, nuk e dinin ato, kujton se ishin dy femra, ishin binjak. Nuk e dinin ata, pas kanë faj hallos, bra. Kjo është një rast shumë tragjik, domethënë nuk është për të qeshur fare dhe ju nuk duhet të qeshni, prandaj ne po qeshim që mos qeshni ju. Por e vërteta është që është rasti i vërtetë bra. Po plagë, është vërtet që është i vërtetë. Po, okay. Atë pa i fshihun komplet këtë rastin që ka i shumë mirë. Tash që më ka vendim deri në fund. Mund ta ishte nga i prallë, kështu nga ato që merr arditi, kështu i paguan ai lekë dhe thotë të tregoj histori të mëshme. Ja, duket i goca që ka vujt. Se zakonisht njerëzit plagoj që tregojnë histori të vërtetë i merr vetëm ai Gjini, Flor Gjini, ke real people. Po. Shumë vërtet. Me të drejtën, Flor Gjini bën dokumentar, bën një program shumë të veçantë krahasim me të tjerë. Po, e vërtet është, po. Edhe pyetjet që bën veçantë. Gjithë, çdo gjë është e veçantë. Nice. Vazhdon, kam. Jo, kaq më kjo plagë, ishte Perla Atlantikut. Nuk kam çfarë them. Kaq. Çfarë thosh? Kam video tjera, po nuk mund t'i konsimoj gjitha këto se janë Perla, kështu që tregoj çik pushimet e tua. Pushime si pushime Maria Dia, këto. Çave le, se ti je flim. Pushime relaksuese aty ku vlon shumë bugaçe, këton ti? Nëse unë kam qef të vende plago që mos ndihem kur sikur koha po kalon edhe zgjedh vende me shumë rini. Shumë 20 vjeçarë që po bëjnë një shmashë. Që është aty në plazh thonë këto po çfarë do ky tipi këtu. Jo, çfarë do ky, që thon që ai djalë aty sa i fitshëm. Sa i fitshëm ai djalë. Imagjino plagë me tot. Çeke në formë plagë për 60 vjeç. Ko ti ishte çu. Po vaje sekondë i qiro. Ese profeta si sheki muhabeti. Muhabeti ishte që rastisem një plazh nudist. Për vërtetë. Po. Me kështu murgj budist. Po shkova, jo, nuk ishte budist, si ato që folën më parë, ishte tamam nudist. Edhe shkova poshtë aty, edhe çat shifja, domethënë. Poshtë, pse është poshtë, gjithmonë këto nudistët i kanë kështu poshtë ato plazhe. Po, nga që bëhet zbrisja poshtë ishin shumë shkallë dhe mund ta shikoj që larg që po shkojmë në plazh nudist. Domethënë kishte një laguri kudo. Ti e di se çfarë priste, po ti prap shkoje, ne s'mund të kthehesh më mbrapa çfarë. Nuk kthehet dot mbrapa. Po brekët i hiqe që ke sipër apo ku ve poshtë? Brekët edhe hiqe se si hiqe, po ideja është që po, ideja është që ishte rrethuar nga njerëz që kishin heqë. Të pyesin ato, thoshin do i heqësh brekët i karton. Po, karton. Po, ajo që moni çudi për vetë se po shifja shumë goca që heqin këto pjesën sipër të rrobë baja, do të ndalim me cica jashtë. I bëj pyetje vetë gjithmonë që shoh shumë cica, sa që them si ka mundësi që janë kaq të shpifura kur i shef në masi nga dielli, masi ka rënë dielli në kokë, masi janë gjithë të varura. Shumica e femrave nuk i kanë cicat e bukura.
Janë të rralla ato femra që e kanë cicën e bukur. Po, fiks fare. Domethënë edhe aty ajo që thua ti bën sens për vetë. Shifin në një që i kishte cicat e bukura dhe kjo po. Kur pjesën e madhe ishte shumë. Normalisht direkt i ka të bëmë. Po normal gjithë të bëmë. Po i ka të bëmë dhe shumë keq bile. Reagimi është mirë. Shumë keq. Kjo i ka të bëmë, pavarësisht se i lukan kështu si çuditshëm, duket sikur edhe si ka të bëmë, si lëviz kanë. Si tunë dhe bythët bëmë herë 100%. Apo s'bojnë bythët. I ka të bëmë edhe bythët. Por aty lidhen gjithë ato pyetje. E thash, si ka mundësi që në momentin e parë që zbulohen, domethënë njerëzit e humbin atë misterin apo. Është domethënë si thotë italiani, vedo non vedo, është më intrigante se sa lakuriqësia. Po e vërteta është plaku që paguhet më shumë një femër domethënë që është me linxheri të afashonon sepse është fantazia jote. Domethënë profeto. Kush fantazonte plaku në një kush filozofonte për këtë punë ishte që njeriu plak nuk do kënaqësinë. Do imazhin, domethënë iluzionin e kënaqësisë. Domethënë është si puna bixhosçiut. Ti ku lu bixhoz, ti lum për të kap jackpotin. Nëse dikush thot, "Ok, dëgjoj, unë do t'jap lekët, por nuk do lush." E kupton? Edhe fitove jackpotin. Ai nuk i do lekët e plak. Ai do të fitoj jackpotin, sepse nuk është ai do jeti lumtur kur fitoj lekët. Ai do atë anticipimin për ta fituar, e kupton? Mundësinë që ka që mund ta fitoj. Edhe kështu është puna e saj që ti shef një femër të mbuluar me linxheri thu, kush e di si e ka, kush e di si është, kush e di si e bën. Ama kur ajo zhvishet ose thu, "Ok, tani gjithë ajo ju dha një përgjigje." E vërtet. Edhe mua për shembull kishte shumë i respektoj shumë gocat që ishin totalisht të veshme. Edhe sa është veshme me rrobe banje. Jo, ato nuk është se gjitha gjatë zhveshme. Domethënë kishte edhe goca që vinin aty plako. Kishte edhe kështu bottomless apo vetëm top? Po, normal që kishte. Te ky plazh vetëm, Po, normal. Okej. Kishte edhe çast shife për vetë. Po, çast shife. Edhe aty kupton plako që komplet ajo eksperjenca që do të kalosh me atë personin ose kur t'lesh nesër është edhe kimi, është edhe ai muhabeti, nuk është thjesht dy misha që bashkohen. Aty çdo që ishte shpifur. Si e neveritshme. Domethënë, më shumë të pëlqente një gocë që po bënte një xhiron aty puzdete me telefon në dorë. Edhe po përkëdhelesh si çik se sa kjo që kishte këmbët e hapura dhe mos shihje çdo gjë, e kupton? Po, drejt. Çfarë them, jam shoku. Po në momenti kur grynin atë për të futur atë çapë. Ronën, çeshin atë gafore, unë them për pilla plagë. Çka grynin? Po grynin atë të fusin atë çadën, edhe ishin përkuq kështu. Nuk duke më mirë pas fare. Jo, ishte një moment i lezetshëm. Ishte një moment blis që vetë thoya, atë sikur tisha vetëm ti në muaj të gocat e shkreta që zime ngul çadrën mirë. Po. Se e merrte her pas here. Po, e ke vënë plagë si janë femrat plagë që nuk vënë re fare se çan do të vërdall. Fare, janë kështu. Po. Çka kemë? Për shembull, je në herë plagë me partneren tënde, duke ecur me rrugë dhe shef ca weirdos plagë, sa njerëz që diçën plagë që mund të jenë 4-5 çuna. Edhe ti tani plagë normalisht mundohesh që të jesh sa më obvious, plagë, domethënë vështros situatën. E lexon situatën ti direkt. Po, do dal këtu tani se s'du të merrem me këto tipa dhe do shmangesh sa të mundesh, nëse nuk e ke më shmangën do zihesh. Kurse ajo që ke ti në krah është gjithmonë duke u lërit. E di shoh, dallë lexoj para apo. Jam me ti, unë jam e sigurt. Po unë shkëtet do shijoj edhe unë tu marr me njerëzit edhe me çunat e huaj. Se do t'i tjesh sigur. Nëse femra plak skuptojnë fare dhe këto femra që kisha aty unë çadrën me qira llafi. Edhe e mori era si frynte. E mori era dhe e imagjinoj çfarë skenën tani dy goca laguriq që çohen me prap për të kap çadrën që po fluturonte nga krahu tjetër i plazhit. Edhe shkruaj sken filmash, Po, normal. Edhe unë çova për herë plak, kështu tipit. Direkt. Çao no thumër se çadra është. Po merr çaf miletin. Ti tu gjëmu ato nga mbrapa, le se kapun atë çadrën. Ulu se kapin vetë s'ka nevojë. Mi më se sa gjë, po shoh çfarë po ndodh, ai ranë njëri, ai futet njëri në mbyllë, se janë kështu gjithë mbyllë hapme. Po normal. Kanë i bën diell i plagë i bën çorapa të mbyllë. Normal. Mirë atë ja mori era, e vun prapë. Edhe ushtrim me fjalë. Po, një ditë vend. Sikur do ndodhte një gjë. Sikur s'do ja merrte prapë era. Po drejt. Sikur ta dia. Aty kuptova plagë thash, tamam femra. Janë çik kështu si
Po freska, është e freska. Janë freska. Po janë lezetshme, ashtu me ato belle. Janë Shumë lezetshme. Po se çfarë pash një gjë tjetër për vetëm. Ishte një vend me shumë mace aty. Ishte një gocë që duket që dinte tu sillte me mace, si puna jote. Një gocë që ditë sillte me mace, si puna Po, jote. si puna ime fiks. Me bishtaletsa dhe me kapse ke plot. Po, edhe me një korse që ta ndjer bele lezetshme. Normal. Po i përkëdhelte macet, plakët e gjithë macet po i shkonin dhe duket që kjo dinte. Ishin një 2-3 mace. Në atë moment plak i afrohet një fëmijë i vogël maceve. Shumë i lezetshëm. Më deshin një 2 vjeç. Aty kuptova plak që macet e ndjen rrezikun. Fëmia e vogël ishte rrezik plak se s'kontrollon as forë zi as gjë çfarë bën, kontrollon qi motor. Edhe u thash si macet plakët nuk i afrohet kësaj fëmis. Po, e ndjen kaosin aty. Po. I shkoi fëmia i bëri dorë macet. Me demek po e përgëdhelte. Dora si ka patë. Po fëmia si gorilla, po nuk e dallon. Si gorilla, kontrollon fare fort fëmia. Po, gërdau. E thash bravo macet e por sa pik fituan në zemrën time në atë moment. Po. Janë shumë lezetshme macet plak, e kuptoj. Si do edhe njohim direkt. Secili nga ne duhet të jetë si një mace, nuk e si femër dhe. Një farë forme plako, sepse pa çka se mace domethënë e krahasojnë me femrën dhe me demek qeni me mashkull se është besnik qeni, është meshkujt janë shumë besnik. Po lëri këto tani. Po. Besnikëria me meshkujt qëndron. Po macet gjatë janë dinake, blako, por realisht po ta mendosh macet plako janë ashtu siç duhet të jesh, blako. Mos besus në shumicën e kohës, ti je skeptik. Ashtu është jeta më, por ka bërë jeta më për vetë. Jeta ashtu është. Plako, qev. Ne e dim tani në këtë pikë që jemi jeta ka shumë sfida, ka shumë dyshime, ka shumë zgjedhje që ndonjëherë duken idiota apo jo. Apo jo, kam vënë plak, biles. Mase kanë kuptuar këtë gjë. Çuditërisht më doli përpara një video që po fliste për një lloj simptome të kështu e quante Carl Jung, domethënë, e quante man child plak. Po ishte edhe për femrat, woman child, domethënë ti nuk rritesh e kurr. Kjo sa që. Po, nuk rritesh e kurr plako dhe ti tani ishe gjithmonë rrije në petkun e nësë. Mendoj që nga kjo vuajnë shumë meshkuj, sidomos meshkuj dhe në Shqipëri, sepse ne na jemi shoqëri shumë, kështu që prindit i mbajnë deri 28, 27, 30 vjeç. 48, po. Desa të vdesin, domethënë. Po, edhe ai plako nuk ka nevojë të rritet plak. Ai deri në atë moshë del akoma me shoqërinë siç ka dalë gjithmonë. Nuk e kupton më shumë që okay, do martohesh plako i ditë, tani kjo jeta do ndryshojë, do s'do ti. Dhe tani si do e përballosh, do japësh përparësi shoqërisë? E kupton apo do japësh përparësi familjes? Po shoqërisë nuk jep përparësi kurse e tha edhe Shkodrani, janë valuta, do me kalimin e kohës si bie vlera. Ai e kishte kuptuar, bravo, Kristiani aty. Bravo. E kishte kuptuar. Ja tha një plak i mundshëm i urt 95 vjeç. 63. Sa shoke 0 tha, po pse se kanë vdekur të gjithë. Tani bën të sens flakës ishte 90 vjeç. Normal, shumë vërtet. Ajo shumë vërtet. Po, është ideja plakë që nuk rriten asnjëherë plak. Do të thonë ngelin aty dhe duan mbështetjen gjën gjithmonë ke partnerja që i bëhet si nën, apo dhe femrave që i bëhet i dashuri si baba, dhe dikush duhet kujdeset edhe thojnë në këtë teori plakë tuaj që është gjithmonë dhe i person që e fryn këtë lloj sjellje, që është nëna përgjithsisht për meshkujt, por mund të jetë dhe që i mban afër i ngjitet aty. Po, do të gabim që ti bën. E morë që kena pasur ca shok në shkollë plagoj që ndërkohë që neve avash po krijonim një lloj karakteri dhe po rriteshim i çik, për shembull, kishim ndryshuar ca gjë, shihje ca rob në shkollë plagoj që ku dijon, vjedhshin ai gjë dhe i thoshin prindërve vetëm për të marrë një lekë, kupton? Gjë që unë se bëja dot moralisht me prindërit e mi. Do të thonë duke ti jeni vdekur për këtë. Po, jam marrë. Shumë i marrë, kam qenë me thonë drejtën. Mos u bëni si unë. Jo, lërë qofë, ja luni venit bilasju që po dëgjoni podcastin në këtë moment. Po Patreon se që po dëgjoni tani e për 3 javë para të tjerëve. Edhe kjo epizod ma se s'del fare për tjerët, ma gjënë se sa e fort i dume dhe sa të mirë janë. Ave për veta. Ky episodi nuk do dalë për tjerët, dhe jetë një episod ekskluziv. Ose jo, ky episod do postohet që ata që nuk janë ekskluziv ta kuptojnë që ekzistojnë episode ekskluzive vetëm për Patreonsa që nuk janë dëgjuar asnjëherë. Dhe janë ne i përzjedhim pak normalisht, ja siç kam qenë sot me lot, fakt ky duhet të jetë një episod ekskluziv. Po lërë për tani dhe janë bënë lëmsh, i bërë lëmsh gjitha është apo s'është ekskluziv. Nuk di. Nëse mos harroni që të na mbështesni në Patreon sepse gjitha paratë shkojnë për fëmijët në
Për kartonat dhe kartonat, për po, shtëpia. për kartonat e njerëzve në nevojë që të kenë kartona sa më të mirë, kartona sa më të freskët. Edhe që thahen shpejt. Bie shiu. Edhe kanë të Po, edhe si të kesh 2 kartona për shkakun që e tha njërin ndërkohë që tjetrin e vë poshtë. Po, edhe tjetër kështu si në formë wafer i plagë, që mund ta lysh për me çik çokoladë, po gjete. Po. Me një. Fillosh tash kompletuar për dashjen. Po. Se kupton aty në shtëpi që drejt. Nëse mos harroni të mbështesni në Patreon, nëse nuk e ke bër, ne ta këshillojmë të dëgjosh në një muaj të gjithë ato episode që s'janë dëgjuar kur dhe ta shpërndash kemi ishte tu sepse ne kemi shumë nevojë për mbështetjen tënde. Kjo është mbështetje që më vërtet vlen për ne. Do të s'ka vlen fare për këtë. Isha fjala Lucifer më duhet edhe do të rokas sepse në podcastin e fundit që dëgjova që kishe postuar dhe edituar, më pëlqeu shumë intro. E ke qartë, nuk disha të seriozisht. Cila ishte? Nëse me kishe bërë një përzgjedhje të mrekullueshme edhe të muzikës dhe gjithçka. Madje mos harroni të na sugjeroni nëse kanë një muzikë që ne do të përfshim apo ndoshta edhe një shprehje që ndoshta identifikoj dhe ju Patreonsat më shumë. Okej? Puç, Lucifer, andale. Hajde. Bye bye.